Dje rreth orës 14:58 në rrugën Zhivko Brajkovski në Gostivar, zyrtarët e stacionit policor për siguri rrugore në Gostivar privuan nga liria 68 vjeçarin me iniciale S nga Gostivari. I njëjti teksa drejtonte një moped ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar në rrugë dhe gjatë kontrollit është konstatuar se ishte në ndikimin e alkoolit. Përkatësisht në gjakun e tij u mat 2.14 promil alkool. Ai u ndalua në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundërti do të ngrihet kallëzim penal, sipas nenit 297A të kodit penal, drejtimi pa kujdesshëm i automjetit motorik. Dje rreth orës 17:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov, 50 vjeçari SB nga Tetova ka raportuar se rreth orës 17 në parkun e Gruas në Tetov është sulmuar fizikisht nga HK nga Tetova dhe më parë të njëjtit janë marrë para nga IK, po merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëmë rreth orës 20:40 në sektorin për punë të brendshme në Tetov, 18 vjeçari AJ nga fshati Slatin ka raportuar se një natë më herët rreth orës 23 në fshatin Zhelin është sulmuar fizikisht nga AI, po merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëmë rreth orës 19, Departamenti i Punëve të Brendshme i Gostivarit ka marrë njoftim se në një pyll midis fshatrave Sretkov dhe Cerov, duke kryer detyra pune, prerje drujsh për një kompani nga Gostivari, OK 32 vjeç nga Zelenikova, pësoi lëndime trupore pas të cilave është transferuar në qendrën mjekësore të Gostivarit për ndihmë. Sot pas mesnate, zyrtarët policor të sektorit për punë të brendshme Tetov në rrugën e Ilindenit në Tetov privuan nga liria 34 vjeçarin me iniciale MM nga Tetova, duke vepruar në bazë të një njoftimi të mëparshëm se i njëjti ishte sjellë në mënyrë agresive dhe kishte kërcënuar babain e tij, GM 60 vjeç nga Tetova dhe nënën e tij. Pas dokumentimit të plotë të rastit, kundërti do të ngrihet padipërkatëse. Sot pas mesnate, zyrtarët policor nga sektori i punëve të brendshme Gostivar arrestuan 42 vjeçarin JR nga fshati Forin, rajoni Gostivarit, duke vepruar në bazë të një kallëzimi të mëparshëm nga gruaja e tij 35 vjeçare, se një ditë më herët në shtëpinë e tyre familjare ai është sjellë në mënyrë agresive dhe e ka sulmuar fizikisht atë. Pas dokumentimit të plotë të rastit, kundërti do të ngrihet kallëzim përkatës. Sot pas mesnate në stacionin policor Gallat, 60 vjeçari ZS nga fshati Negotin, rajoni Gostivarit, ka raportuar në departamentin e policisë se mbrëmë rreth orës 23:30 në fshatin Negotin, pranë pompës së benzinës, është sulmuar fizikisht nga HA nga fshati Negotin. Pas dokumentimit të plotë të ngjarjes, kundërti do të ngrihet kallëzim përkatës. Gjatë ditës së djeshme është kryer kontrolli i automjeteve dhe shoferëve në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov. Gjatë kontrollit janë sankcionuar gjithsej 26 shofer, 17 nga Tetova dhe 9 nga Gostivari, për parkim të paligjshëm dhe 17 automjete, 8 nga Tetova dhe 9 nga Gostivari, janë tërhequr me automjetin special Merimang. Gjithashtu janë evidentuar edhe 47 lloje të tjera të kundërvajtjeve rrugore, 28 në Tetov dhe 19 në Gostivar.